Që atëherë unë, kur kam parë një herë për herë pak, a ishte qëllimi im kryesor. 14 tetorin duket se kam dhënë para 3 sekondave, dhe pse kam kaluar 30 ditë. Dhe ditën që arrita qëllimin u martova me Aprin. Arrita qëllimin dhe ideja se bashkë me atë dhe çdo gjë tjetër që ne të duam, mund të arrijmë. Edhe pse kemi kaluar në faza ndryshme të jetës. Faza kur ishim me frikë të përshme. Kjo është çdo gjë. Çdo gjë që ne as kemi mundur ta imagjinojmë. Në të kur kthehemi martesë, në diçka e cila të kemi të duam të arrijmë. Ta kemi parasysh se ka edhe sfida të jashtëzakonshme. Por ne e kuptuam se gjitha të sfidat kanë ardhur nga ego-mendja dhe jo nga dashuria që ne kemi për njëri tjetrin. Sepse ego-mendja gjithmonë luan me ne, tallet me ne. Por nëse analizohet e dashuria e madhe dhe përkraje që gjithmonë Abiu ka përkushtuar ndaj meje. Atëherë do thotë njeriu që kupton është gjithmonë me ty. Pa marrë parasysh se çfarë ndodh në jetë, ai që don të